tërësisht jashtë rendit ditës, por me qënë se ajo ngjarje e rëndë ka prekur shumë sensitive, ka prekur shumë ndjeshmëri dhe ka zgjuar shumë ndjeshmëri tek çdo shqiptar, por dhe tek çdo prind radh parë, nuk ka rëndësi se çfarë përfaqëson ai. Ai është një njeri që duhet marrë ndëshkimin e merituar sipas ligjit. Ngjarja është shumë e rëndë, edhe unë bashkohem me ngushëllimet për familjen, shërim shpejt fëmijës që është spital, por ky komision ka përgjegjësinë që këtë shqetësim që ka krijuar kjo ngjarje ta përkthejë në ndryshime ligjore. Së bashku edhe me disa kolegë tjerë kësaj maxorance, ne do t'i drejtojmë shumë shpejt Kuvendit të Shqipërisë një paketë ndryshimesh në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, por dhe në Kodin Penal, si kundërpërgjigje adekuate në nivelin e ndërhyrjeve ligjore kësaj situate. Natyrisht, nuk do të duhet të ndodhin ngjarje të tilla për të patur ndoshta ndërhyrje në kod rrugor apo në kod penal për ta shpërsuar masat, por gjithsesi po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqet që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e dur. Kjo është përgjegjësi institucionale e Komisionit dhe e Kuvendit, pastaj në rrafshin njerëzor ngjarja është shumë e rëndë dhe personi autori i kësaj vepre penale gjithçka mund të përfaqësoj ai, por ai nuk meriton të jetë më mes nesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor sipas ligjit. Kjo është e gjitha.